Vazhdojmë tani me përgatitjen. Për këtë recetë do të kemi nevojë për një blender që të mund që ta bluajmë tani mishin e pulës dhe ta bëjmë të përshtatshëm për të përgatitur qoftet e pulës. Unë po përdor 450 gram gjoks pule, por duhet bëni kujdes që mos jetë i ngrirë dhe të jetë i freskët. Mishin që unë po e përdor është nga industria e mishit, Apetit Group. Bashkë me mishin shtojmë edhe një qep. Për të dhënë pak më tepër shije dhe pak ngjyrë më të bukur qoftave, do të shtojmë pak spec të kuq. Tani mishin e transferojmë në një enë më të madhe dhe do të vazhdojmë që ta punojmë dhe të japim formën qoftave. Tani sipër mishit vazhdojmë që ta shtojmë një vezë plotë, 5 deri në 6 lugë gjelle me thërmia buke, pak kopër ose majdanos të bluar, kryp, si dhe pak hudër pluhur. Vazhdojmë tani që ta përzijemi me dorë dhe ta ngjeshim mirë, derisa të formojmë një brumë të mirë, një sikur kur përgatisim qofte të ndryshme. Vazhdojmë tani që t'ju japim formën qoftave, duke i rrotulluar një herë në duar, duart i kam bërë me vaj, që të mund t'ju jap formën më lehtë, i bëjmë një herë në formë rrumbullake, pastaj shtypim pak dhe sigurohemi që të lëmojmë me të gjitha anët, që të na dalin pak më të mira në formë. Vazhdojmë kështu, derisa të përfundojmë një herë me tërë mishin. Kështu duken, pasi i bëjmë gati gjitha qoftet. Tani në një tigan më të thellë, shtoni vaj për fërgim dhe pritni derisa vaji të nxehet mirë dhe vazhdojmë këtu që t'i fërgojmë qoftet e pulës për 2-3 minuta në të dy anët. Pasi që të fërgohen të gjitha qoftet në tiganin e njëjtë, vazhdojmë që tani të shtojmë një lugë gjelle gjalp dhe do të presim pak derisa gjalpi të fillon që të shkrihet. Vazhdojmë tani që mbrenda në tigan të shtojmë një tjetër qep të prerë imët dhe vazhdojmë e fërgojmë pak derisa qepa të fillon që të zbutet. Tani të qepa e fërguar dhe e zbutur, vazhdojmë që të shtojmë një lugë gjelle plot me miell dhe fërgojmë vetëm edhe për 1 minutë, duhet të bëjmë kujdes që mos ta djegim miellin, por vetëm pak të fërguat me qepën. Shtojmë pak piper të kuq, dikon gjysmë lugë çaji, vetëm sa për t'i dhënë pak ngjyrë. Vazhdojmë që të shtojmë brenda tani 400 ml ujë, edhe 300 ml krem për gatim hopla. Vazhdojmë që të shtojmë të salca, një lugë gjelle me senf ose mustard, edhe një lugë çaj me kryp, edhe pak kopër të thatë, nëse nuk keni lirisht mund ta zëvendësoni me majdanos ose me nenexhik ose me rigan. Tani qoftet e fërguara, vazhdojmë që t'i rikthejmë të salca që e përgatitëm dhe të vazhdojmë që t'i zijejmë, që t'lidhen bashk dhe t'a fitojmë gjellën për natën e sotme. Ju sugjeroj të gjithëve që ta provoni sepse me vërtet kjo recetë ja vlen të gatuhet, është ekonomike, shumë e shijshme dhe me shumë pak produkte do të fitoni një pjatë të bollshme për tërë familjen e juaj. Vazhdojmë tani në zjerje, gjysmë të mbuluara, do të vazhdojmë që t'i zijejmë diku për afërsisht 10 minuta dhe pjata e sotme është gati. Dhe pra të dashur miq, qoftet e pulës me salcë tani janë gati, ju desht vetëm 10 minuta kohë që të zihen dhe të trashet salca. Vazhdojmë tani që t'i shtojmë në një pjatë të servimit.
shpresoj që do të gatuani edhe ju këtë pjatë të jetë lehtë, thjesht, por me një shije unike. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.